Unë mendoj që gratë disa punë i bëjnë ma mirë se burrat. Dhe këtë e kam pasur sidomos në Shqipëri për shkak se atje ka shumë gra në shërbim publik se sa në Kosovë. Atje kam qenë rrethuar me gra, edhe gra ministre, gra zëvendësministre, gra në pozita udhëheqëse, drejtore të drejtorive. Edhe për shkak të mënyrës se si funksionojnë gratë që dihet që i kanë gjithmonë edhe një pjesë të madhe të punëve të kujdesit që i kryjnë, edhe shoqëria pret që ato t'i kryjnë, ato bëhen shumë efektive dhe eficiente në kryerjen e punëve. Kështu që çkado punë që ka të bëjë me qeverisje edhe menaxhim, gratë janë shumë më të mira e kanë përshtypjen në këtë punë se sa burrat. Kështu që nuk di çfarë të them për mua nuk ka qenë sfidë marrja e vendimit që të futem në garë, po e di që është sfidë e përgjithshme, se çdo angazhim i tillë kërkon është angazhim 100%. Pra, unë e kam një vajzë të vogël, cilën dardani tash po kujdeset gati 100%, e kam marrë përsipër gjatë kësaj periudhe sa jam në fushat. Nëse nuk ki mbështetje, do të thënë nëse dikush nuk të ndihmon me fëmijët, nëse s'ki mbështetje për punët e kujdesit, është e pamundur të përfshihen në garë, edhe besoj që kjo është edhe arsyeja pse do të thënë pak gra përfshihen.